e përmendet personin rigjid që thatë e ka vështirësi me dalë prej atyne kornizave të veta dhe nuk është fleksibil. Çka ka ndiku te ai shembull që, do të thonë, çfarë faktor të jashtëm e kanë dërgu atë që me qenë person fleksibil, jo fleksibil, për shkak se këta persona, realisht nëse shikojmë në aspektin social dhe të bashkëveprimit, nuk po them që jenë problematik, por realisht për personin nëse bashkëjeton me të, është një sfidë në vete, për shkak se nuk është fleksibil ose fleksibile që me dalë prej atyne kornizave të veta. Edhe tash, çka duhet me bo, përderisa ai personi nuk është fajtor për këtë që është, pavarësisht që për personin tjetër mundet me shkaktu probleme. Çka ka ndiku që ai me qenë kështu? Tash, pyetja ju po orientohet për me gjetë burimin. Po. Okej. Na e gjejmë burimin, arsyen, shkakun e gjejmë. Por pastaj mbetet edhe një hap tjetër. Si të përshtatemi apo si të gjejmë përshtatshmëri me një person, për shembull, nëse bashorti ose bashortja është rigjid apo rigjide, okay, dhe ka një para vetës një bashort apo bashorte që është ma e kuptueshme, hajde të themi për shembull në terminologjinë psikologjik oral, okay, që ka nevojë veç me i marrë, okay, atëherë ajo pse një person është ma rigjid, janë unë thashë personalitetin ndërtohet prej temperamentit dhe prej karakterit. Tash, nëse në temperament që mund të jetë diku rreth 10 deri më 20%, sipas hulumtimeve të reja të neuroshkencës, dhe pjesa tjetër është më tepër prej faktorëve të jashtëm, okay? Atëherë personi me zhvillimin e vet, pra karakteri i personalitetit fillon të zhvillohet prej moshës 3 deri në moshat madhore. Okay? Por edhe tërë jetën vazhdon. Okay. Sepse bëhen sikur do mozaike të vogla dhe personi vazhdimisht tërë jetën e vet mundet me ndërtu dhe me shtu diçka në karakterin e vet. Pra, ka të bëj me sjelljet, me konceptet, me të menduarit dhe me filozofinë e jetës. Tash, çka ndikon zakonisht? Nëse e anashkalojmë këtë pjesën e temperamentit dhe një pjesë të madhe që ka të bëjë me karakterin në aspektin social, kemi të bëjmë mas pari me edukatën. Kemi të bëjmë pastaj me zhvillimin e koncepteve ndaj situatave të ndryshme. Pra, këtu kemi të bëjmë me prindrit, qysh neve në kanë eduku. Për shembull, shembulli mundet me qenë, neve në kanë mësu për shembull, prindit tanë në kanë thënë, dush ku të shkon shkollë, mëso mirë ndëgjo. Okay? Dhe gjithmonë merre notat më të mira. Okay. Tash, dikush ka me luftu për me marrë gjithmonë notat më të mira. Dikush ka me qenë, për shembull, që gjërat e veta që i ka, nuk i jep dikujt tjetër. Nëse dikush ka me i marrë, tenton me i marrë shoku ose shoqja që është në bank bashkë me të, dhe tenton me i marrë lapsin apo diçka, gomën, diçka tjetër, dhe ky nuk i jep. A dini pse nuk i jep? Sepse familja në shtëpi është eduku në atë mënyrë që mos e merr tjetër kujt, por mos jep as vetën. Prandaj ky ka me majt atë kornizë. Tash, që kjo korniza a mund të ndryshon matutje, po gjithsesi që mund të ndryshu. Okay. Pra, kur has në një shoqëri, kur të rritet, kur fillon me konceptu dhe me kuptu që po, edhe unë mundem me pas nevojë ndonjëherë për lapsin e shokut, prandaj unë duna me dhanë nëse kam me pas nevojë ndonjëherë që të marri të lypi lapsin edhe prej shokut. Dhe në këtë mënyrë tash, një rigiditet që ka qenë e ndërtum, okay? Fillon tani me kohë të kuptohet dhe fillon që të jetë pak më fleksibil. Disa dojnë me majt. Tash nëse kalojmë në çiftet, në familje, për shembull, në bashortët, okay? Tash para mendoni për shembull, po i marrim njerëzit vendosin për me kriju një lidhje, hajde të themi në moshën 20, 18, 20, 25, 30 vjeç, okay?
duke marrë parasysh që kohëve të fundit në këto 20 vitet e fundit po shkon shumë ma lartë, aty njerëzit po vendosin pak ma vonë me gjetë partnerin dhe me kriju një lidhje. Atëherë tash paramendoni deri në moshën 20, 27 vjeç, 30 vjeç, një karakter është i formuar. Dhe tash paramendoni tash kur fillon me kriju një lidhje. Okay? Atëherë partnerët fillojnë të marrin disa vendime, thonë unë jam kështu, unë nuk baj këto, unë du që ti jesh kështu e kështu e. Pra, gjithmonë parashtrojnë, fillojnë të tregojnë disa korniza të tyre. Dhe shumica thonë, okay, mirë, po edhe unë jam kështu. Atëherë shtrohet pyetja për shembull, si të gjejmë një gjuhë të përbashkët, okay? Pra, kemi të bëjmë me një kompromis. Por kompromisi asnjëherë nuk mund të arrihet nëse njerëzit nuk din me konceptu se çka është për ty për shembull mu vonu, çka është për ty me qenë në kohë, çka është për ty me pas rregullsi, çka është për ty me qenë për shembull me dash diken, okay? Çka është për sinqeriteti, okay? Çka është drejtësia. Pra, shumë elementet janë vetit, të cilët njerëzit i kanë ndërtu, por pastaj kur vinë në jetën e përditshme, atëherë kanë vështirësi sepse konceptin se si ka ndërtu personi A me personin B nuk janë të njëjta, sepse edukatën që kanë marrë në familje, këtë është diçka tjetër. Tash paramendoni, na kemi ndigju shumë më herët aty, edhe prej prindve tanë, por edhe prej baballarëve tanë, për shembull thotë kur janë martu për shembull dhe nuse e ka ardhur në shtëpinë e burrit dhe kanë thënë moj nuse tashma nuk jetë të shtëpia e nanës, të shtëpia e babës, këtu janë rregullat ndryshe. Tash çka do thotë kjo? Që hajde tash në moshën 20, 25 vjeçe, duhet tash ajo në karakterin e vet që i ka fillu me ndërtu, tash duhet tash me i bo shtesë ose me ndryshu diçka, mu përshtat. A ka mundësi të përshtatet? Po ka.